Arestimet në Elbasan mes të shoqëruarve ish deputeti biznesmen pllakash i Delta Home dhe miku i Emiliano Shullazit. Zbulohet emri një prej të shoqëruarve nga policia e Elbasanit në operacionin e befasishëm të zhvilluar në afërsi të fshatit Katundiri, zona metalurgjikut, pasditën e sotme. Ai është biznesmeni Bujar Muça, 53 vjeç, banues në Elbasan. Muça njihet si pronal i Delta Home, një dyqan pllakash në autostradë. Muça është një emër i njohur edhe në faktorin politik lokal dhe qendror, pasi ka kandiduar në vitin 2017 si deputet për PDU në zgjedhjet e përgjithshme ku fitoi mandatin, por më pas u tërhoq, po në atë vit në 30 nëntor, rreth 8 muaj pas zgjedhjeve për arsye personale. Policia zhvilloi pasditën e sotme aksionin e madh për cilin priten emra të tjerë, teksa arrestoi 2 eksponent botës krimit që mbanin armë të mbushura me fishek në fole dhe shoqëroi disa të tjerë. Identifikohet edhe një prej të shoqëruarve mik me Emiliano Shullazin. Në operacionin policor të zhvilluar gjatë mesditës së sotme në qytetin e Elbasanit, duke çuar në shoqërim dhe arrestimin e disa personave të dyshuar si pjesë e botës së krimit. Mes të shoqëruarve është edhe Max Lika, i njohur për miqësinë e tij me Emiliano Shullazin. Sipas burimeve pranë autoriteteve, operacioni zhvilluar rreth orës 15:30 në një lokal të njohur për gjatë taksit rrugor Elbasan ish Metalurgjia në fshatin Katundiri.